Pavarësisht se sa udhtojnë jashtë, sa menaxhojnë në Shqipëri dhe sa shqetësohen për këta njerëz. Kurse unë mendoj se cili prej tyre është i përkohshëm, Shqipëria është e përjetshme. Kështu do duhet ishte, zoti Sile? Jo, kështu do duhet të ishte, kështu është. Ashtu është, dhe të vetmi që nuk e kuptojnë këtë gjë, janë pikërisht këta personazhe që u përmend. Po për këta personazhe dhe për pikëvështrimin e tyre po flasim. Qofse marrim premisën e Lorencit që do ndodhi, pra i futemi diskutimit me nëse, jemi një teren sigurisht hipotetik dhe minimumi konsensus i opozitës që t'ja bëj këtë dhurat të re një 10 vjeçar e Tiranës. Po flisni për konsensusin moral, apo po flisni për çështje numrash, se për moralin është diskutueshme dhe bëhem skeptike. Shiko, e para njërë nuk i ka, sepse ndryshimi i kushtetutës është 94. 94 me votë të cilësuar nuk i ka, por ai bën. Mirë, tani ne, qofse do kthejmë zgjedhjen e Zogut, revolucionin e 24-s, marshimin e Nolit në Tiranë, 97-ën, në zgjedhjen e Berishës, në 90 president për herë të dytë në kohët e luftës. Dhe nëse ai do vjedhi, apo edhe Bamir Topi i morën 5 mandate i bleu, e kupton, dhe mbeti njoll. Që ishte jo tani do marrim. Po ju ndërgjeshëm që blerja nuk është mision i pamundur. Jo, blerja është mision i pamundur, po nëse ti ndryshon formën e qeverisjes së Republikës është shumë e madhe. Ka ndodhur, do të thënë, morale apo çështje numrash? Lejon vetëm diçka. Edhe çështje numrash është e mund. Dhe nëse nuk është çështje numrash, nuk ka ndodhur në asnjë moment, do të thënë, praktika e mirë që ti të ndrosh formën e qeverisjes, të kalosh për Republikë presidenciale dhe këtë ta bësh me një krah politik, me gjysmën e popullit. Me vullnet të njanshëm. Sot Evangjeli çfarë ndërhyrje keni? Kjo mund të kaloj me referendum, të flasin shqiptarët. Po, është tjetër gjë me referendum, po tjetër. Një gjë që ndjes më duhet. Kjo mund të kaloj apo është propozim të kaloj? Kalon me referendum pasi ka votuar kuvendi. Pasi ka votuar kuvendi për atë. Rregull. Se s'është kështu e voton kuvendi. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë është votuar në parlament diku nga gjysma e fillimi i nëntorit dhe është votuar në nëntor të 98-s, ka hyrë në fuqi në 28 tetor, nëntor të 1998-s me referendum. Kushtetuta që kemi sot, me aq ardhna dhe mballoma që ka marrë, me aq ndryshime që nuk ka bir juristi apo prind juristi gjithashtu, që ti numëroj sa janë bërë të tilla, ka ndryshuar, e ka denatyruar dhe mbi të gjitha ka goditur, pa fund janë bërë. Po 2008-2016 po ju votoni që do të jenë të njëjtët njerëz që do të shqetësohen për ligjërizimin e kësaj kushtetute. Ka ndryshime kushtetuese sa, po them edhe një herë, është denatyruar, nuk ka të krahasuar me kushtetutën që është firmosur nga populli shqiptar me referendum në 98-ën. Dhe është nevojë absolute që kjo kushtetutë të rishkruhet. Se mori Rama 83 vota dhe PSD-ja 3 vota. Unë po ju them simptomët, tani ju thoni pse po shkonin në spital. Jo, unë po ju pyes për është nevoja të shkojnë në spital. Sepse ajo që është goditur në kushtetut është pikërisht dhe rrjedhoj e shumë mëkateve të vockle apo dhe të mëdha që ka ndodhur në gjithë këto vite, ka ardhur edhe për këtë shkak, për shkak të thyerjes së frymës së saj, që thelbi dhe magjia e demokracisë është ke kontrolli dhe balanca e kushtetet. Jam dakord, po pyes pse të njëjtit autor, të cilët e kanë goditur dhe kanë bërë thyrje të vazhdueshme ndërhyrje, që kanë këta njerëz që shqetësohen për ligjërizimin dhe rikuperimin e kësaj kushtetute. A bën sens që të jenë të njëjtët autor? Dikush çalon, ju tani thoni se ka çorapet e kuqe. Edhe viktim? Unë po ju them që dikush çalon dhe ka nevojë për ndërhyrje për të operuar, ju thoni pse i ka çorapet e kuqe. Jo, unë them se pse autori i plagosjes është shqetësuar për plagët. Doni dhe arsye personale, po Edi Rama mendon, ose në gjykimin tim së paku, i lodhur nga përditshmëria, ndoshta pa frymëzim, pa grintën e 12 vjetëve më parë, i duhet një diçka tjetër, që mund të jetë edhe një strategji për jetëgjatësinë e pushtetit? Edhe për jetëgjatësinë e pushtetit, edhe për të qenë
tek ajo gjëja që ai do më shumë të qëndrojë në ajër, shtuar këtu nëse doni ju edhe me atë që ju thash, që i duket se Shqipëria i ri e vogël, i ka shpatuar më të gjëra se Shqipëria, për të qenë në ajër, për të... Edhe në qoftë presidenti i Republikës së Shqipërisë do të jetë zoti Evangjeli. Dhe për të mos u marrë me këto hallet tona të përditshme, si e kalojnë muajin pensionistët. Se me çfarë merret presidenti? Është një ofsham apo përgjigje? Jo, po... Kam përshtypjen se ishe dakord diku me mua dhe është më i mirë që në ky argument se sa argumenti i shenjtërisë së kushtetutës. Jam bashkë të gjitha. Apo janë bashkë të gjitha. Shikoni, për shenjtërinë folet edhe për nevojën e rikuperimit. Shoh që zoti Dedja ka minuta që do të ndërhyjë. Ndodh ndonjëherë që projektohet halli, dëshira, pasioni, ëndra ndoshta i një individi të vetëm mbi nevojën e gjithë shoqërisë. Në vende të vogla si Shqipëria, të cilat kanë atë që thot doktor Berisha, a dhe i njishit, fisit dhe prisit, në momenti i lumtur do jetë kur përputhen këto aspirata e individit me nevojën e shoqërisë. Unë gjykoj e para që Shqipëria ka nevojë të rishkruaj kushtetutën, o të kthehet në kushtetutën e 98-s, e cila në kohën që është bërë, dhe këtë ju a them me përgjegjësi, ka qenë edhe një nga konstatimet e Komisionit Venecias në dhe kohë. Për shkak të fatit të mirë të atij që vjen i fundit, ishte një nga kushtetutat më moderne. Lidhje ka kjo me shpalljen e tij president Republikë Parlamentare, më Lenci? Nuk po të ndrohet, të ndrohet. Të ndrohet sistemi. Po kjo me monarkinë çfarë lidhje ka? Se mund të bëhet dhe monarkia. Mund, them unë, ta bëjnë monarki. Ai monark është burr, ta bëjnë në formë kushtetutëse monarki. Këto dy gjëra çfarë lidhje kanë? Nevoja për ndrimin e kushtetutës me monarkinë. Sepse të thash pra, ky është një nga ato rastet kur ideja dhe frymëzimi i një individi përputhet me nevojën e shoqërisë. Pra se do të bëhet ky monark të ndrojmë dhe kushtetutën. Pra konformizëm dhe jetëgjatësi pushtetit. Jo, sepse unë besoj. Se duhet të shpërndajmë debatën zot Evangjeli. Edhe sikur Edi Rama të dojë të bëhet monark, shqiptarët të cilët do të dalin në referendum do ta refuzojnë një gjë të tillë. Unë po ta deklaroj që tani, meqense vajti kjo histori me nëse, do të deklaroja votën kundër. Po jo për monark, po jo Republikë Presidenciale do ta jepje pra. Për Republikë Presidenciale do jepje. Kompetenca të kufizuara. Ska Republikë Presidenciale me kompetenca të kufizuara. Ashtu siç do ta propozonte formulën e referendumit i Dedja? Po s'ka monark tani, unë po e çoj egzagerim monarkun. Sa i përket kompetencave kryeministri që ka tani de facto, e jo de jure, po de facto i ka dhe de jure, po de facto ka më shumë se sa kishte Ahmet Zogu dhe Enver Hoxha. Pushtet. De facto. Problemi qëndron në qoftë se mbani mend para 8 viteve ose 9 viteve në Armeni, presidenti i Republikës pas 2 mandateve tentoi ndryshonte kushtetutën, dilte kryeministri për qëndru prapë në pushtet. Mos gabofsh, ai më ka pas Serge Sargjysyn.